Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you. Sa njerëz më vinë ndërmend kur dëgjoj këtë këngë. Mos pisi salat në votë. Sa njerëz vinë ndërmend direkt salën. E mora vesh e di apo. Se du ta lidhësh çdo gjë. Nuk e lidh me asnjë gjë. Ti sapo imitoje salën. Me çfarë ta lidhun salën me ekipin e futbollit? Po pse vetëm Sala bën me dorë kështu? Jo, vetëm Sala ja bën me dorë ashtu edhe. Po jo më zotri. E ka bo Stalini më parë, e ka bo. Po e bëjnë dhe Titaniku kur ikte. Po e bëhe. Tani po. Nuk e kishin me këtë fytyrë. Beç fytyrën që kishin? Po praktikisht. Çka ka? Dhe bërë si arush. Absolutisht. Që ka qenë Sala i ritua? Me unë spet, shikun shumë. Qik. Ndryshe, po nuk e di çka ke mate, nuk e ke mirë. Me Salën unë asë. Ai është thjesht një deputet i Republikës. E ke votu ti dhe unë. Vetëm një të përbashkët kemi me njëri tjetrin. Kaq. As si kërcet për mua, as më kërcet për të. Kjo është e sigurt. Jo, ty ta kërcit, po hajt mo, nese. Unë jetoj jetën time zotë. Po e di, që varet nga politika që ka bëj. Jo. Jo. Varet nga krahët e babit tim. Jam shumë punëtor vet. Mirë. Vejse, përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët, do të jemi bashkë nga 2 orë të mira tani. Po, absolutisht. Ideja është që ti themi pak unikate. Çfarë ka për të parë? Sot menu. Sot ka specialiteti ditës, do flasim pak për erin e vogël, siç i themi ne. Eri Rockefeller Veliaj. Eri Rockefeller Veliaj, do flasim për ndeshjen e Skënderbeut, një ndeshje goxha e mirë, do ta diskutojmë pak më vonë, do ketë pafund raste. Flasim për një nismë të re të bashkisë, fakt, ja kemi qëndruar, nuk e di pse këto ditë të fundit ka kaq shumë nismë dhe operacione se që zen një pjesë interesante ose po themi si volum interesant të trejave med, megjithatë ka shumë tjera për të thënë. Po bëhet punë më, po se dishim ne këtë ditë më, se ishim mësuar që s'kishte punë, ka punë. Çka ka më? Punë, ka punë zotri. Mirë, një këngë shumë interesante nga një artist po, një lloj interesante, Lenny Kravitz me I Belong to You. Rikthehemi këtu shoqëruar nga Vodafone, e dini tashmë, super oferta aplikacione shërbime, Vodafone.al /vërdall për t'i kuptuar gjitha këto se çfarë bëhet me botën e kuqe të Vodafone. Gjithashtu në rrjetet tona sociale, i dini më, kalen me strisha, e shikoni, me Dëllbenja kudo, Facebook, Instagram, me kalen na ndiqni live stream, si në televizion, si në radio, sigurisht që si që do zakoni pra e themi gjithmonë, sa herë kam thënë që e do zakoni që ta themi gjithmonë e të mërshme. Shënë si ka. Ti e bënë se për të ndihmuar njerëzit. Sot kemi postuar si gjithmonë, si çdo ditë nga Ana në të premte një foto në Facebook. Si gjithmonë ne shkojmë në atë foto për të parë dhe për të ndihmuar. Po, si gjithmonë tani themi temën, që është ngacmimi më acarues që më kanë bërë në rrugë është. Ju si gjithmonë komentoni dhe ne si gjithmonë lexojmë komentet më vonë. Kush është ngacmimi më? Se duhet pyesësh mua ti, kush është gjithmonë acarim që të bëjnë që është acarim? Ja, s'ka. Nuk ka acarim e tilla? Nuk ka. A nuk është ajo, ky çuni Belinos? Jo. Mos bë reklam, vëllai. Kush bëri reklam? Po mos bë reklam se fakti që ti Se ekziston ajo? Është reklam. Ekziston ai produkt? Se mendoj se është mit? Po se ishte ti plan ndoka. Jo. Është ekziston. Si OJF, si organizatë jo fini prurse. Nëse se ti ke bërë shumë doktorët pa kufi. Ti ke bërë shumë reklama, s'di ç'in them. Una? Po. Sa duash? Pse nuk e ngjo zonin ta gjithë tani? Absolutisht. Po tu. Po çfarë thua më? Unë dal ky z. Del kudo, po nuk agjenci udhtimi. Nuk është se, po. Edhe molto ka bo, ky këtu. Absolutisht. Po janë të bukura. Po, atë se vlerësoti. Jo, këni janë janë. Atë se vlerësoti. Vazhtohesh. Nëse po bëjmë reklama. Po vazhdon me reklama ti, këto janë kompani që funksionojnë. Po për zotin. Nëse, për te i kësaj dashur miq, ju na thoni ngacmimin tuaj. Po. Ngacmimi më interesant është kur thotë leje qarkullimi patent. Kush? Seriozisht ti? S'është ngacmim ajo. Ngacmim është për mua. Pse? Po nuk e marr seriozisht. Herë që na luni dha dhe ilaçet e tensionit, domethënë. Është ana ilaçet e tensionit i tha. Është vërtet kjo. Po nëse kur më kërkojnë diplom për shembull dhe dokumentat e makinës më vjen tep deftes 9 vjeçare. Gjaku komplet. The Weeknd, Can't Feel My Face dhe do... E sa mirë po shkojnë në Amerikë ta Weeknd, zjarr. Ore se, jo faktikisht se unë një kam bo, po ky ka bo pa fund. Jo, me vërtet janë të bukura, bile se rutizmësh ka galecit e Kung Fu Panda, në qovë se si u ka shku në men. E shumë personazhe tjerë, që unë nuk i maj men. E dhja që i natë jo do të vazhdojnë. Jo, s'është i natë, është e bukur kjo. Më pyet personazhin që ka pëlqyer më shumë kur ke dublu diçka.
Okej, ka pas shumë personazhe, ta bëj kështu si këta aktorët që I kam si gishtat. A thua çka kanë bërë, kupton, një 2-3 role në jetën e tyre. I kam si fëmijët, e ke? Shiko, ka pas shumë role që I kam shijuar maksimalisht. Po. Mund të them që po, Karkaleci është një nga ata personazhe cilët kanë qëndruar gjatë. Gja investime, Po, u futa në rol për shumë kohë. Diles që ta kuptoja më mirë rolin në me dhënë baja një nga to ilaçet e insekteve. në maqa aty, e kishe fryk. Para se të flia kështu që të futesha në psikologjinë ati Karkaleci. Fillova arte marciale, shkoja në kopër zoologjik. Bravo. Ence, nuk ka qenë e vështirë sepse kam shoqëri të tillë që Po që ke plot ton artist është si puna jote domethënë. Ndimo. Ore, dëgjojmë personazhe shumë të lezetshme dje. Po që? Ishte shumë e bukur. Po thuaj. Nëse ta them. Ishte një grua me llafe kështu. Nuk S'ka gjë, e bëm me bip. Nuk ka llafe, pjesa mund të ketë kontekst paksa. Pjesë po fulja këto gjëra dëgjoni çdo ditë. Po. Shkon një grua, mund ta themi meso grua në një moshë të avancuar, deri diku dhe mosha, graviteti, fjellja e fëmijëve, kështu me radhë të ndikojnë në relievin. Në rënien e gjoksit të saj, kështu që pasi humbi dhe burrin e saj, pasi fëmijët u rritën, vendosi të shkonte në spital, duke mos pas shumë të ardhura, shkon në një spital shtetëror. Shkoi në spital shtetëror, I tha, shikoni, doktor, kam një problem të madh, më kanë rënë fare gjoksit, janë vërë, a nuk ka problem fare? Prandaj është shtet këtu, tha, prandaj sistemi tani po investon për mjekësinë falas, do t'i rregullojmë të gjitha. Po. Fillon ai prit, çof, fri, bëj kështu, bap. Del ajo, I thot, je okay, thot, po absolutisht doktor, ke bërë mrekulli, thot, po. Shikoj te doktori, nuk do t'i keq trajtosh, do t'i mbash mirë, okay? Dakor, do del kjo me gjoksin e saj të ri, ishte shumë atraktive. Natën e parë njeh dikto, ose të them shumë fjalë, tani ndodh çfarë ndodh, të nesmen kishte një lloj keq trajtimi, shkonte doktori, thot doktori, thot, ama dikos më kanë bërë, thot, njëra më zhvar, tjetra më shfryr, andaj këtej. I thot doktori, po të thash, mos e keq trajton, nesër. Do të bëjmë çfarë është e mundur, I thot doktori, do të rregullojmë çfarë mund të rregullohet. Vendos janë 2 tubo. Po. Vendos janë 2 si tip pompash të vogla këtu në sqetullin e saj dhe I tha kur të shfryhet. Ndonjëra I tha filloi I jepja me duar kështu I tha që të fillojnë të fryhen ta. Po. Okej, del sërish në lokalin e natës, njihet me dikë, del para pasqyrës kur po zhvishen dhe për ta demonstruar më mirë, ja jep para pasqyrës, del shef, I kishte rënë njëra, fillon ja jep, rregullo këtej, rregullo prap, çon çik, çon këtej, shef tjetri thot, I thot, edhe në ti në shteti pas ke bërë? E kështu, e nëse shteti në ndonë, edhe shteti vazhdojnë me tatimet. Ta gjithë të shumë. Vazhdojnë me tatimet dhe mendon shteti cili ka sekuestruar Të vonat e konë në twist again, që është një grupi kriminal që shiste roba. Jo një grupi, një gruje. Një grupi kriminal, po kishte fëmijët me. Kishte edhe fëmijët, po. I ka sekuestruar një sasi malli të konsiderueshme, pra roba shpërdorura, sepse absolutisht nuk ishin kupon tatimor. Po, ajo shiste në rrugë, si që themi në gabi, pa kupon tatimor. Shofim fotot, ja, kemi disa foto ku tregohet, ja. Merri vërtet. Nuk... Sa njerëz janë kushtëzuar, më themi, nga këto lloj nisë, se nuk është problemi që okay, po I sekuestron mallin e saj. Është problemi që nuk kanë bler dot një sër njerëz në Shqipëri që futeshin me rrotullim, doppio salto dhe madje ose bile, kishte thënë drejtoresha tatimeve që unë berberët tha nuk I kontrolloj se a kupta funja funit, ato qefin. Kontrolloj tha për të kap atë shpërndarsin e xhelit. Se xheli vjen, se nuk e di, vjen kështu me avion e udhi nga lart, mlidhen gjithë me I vënë kapin. Po, nuk shkojnë dot ke pika xhelit. Po pra, edhe këtu më lidhe mua pyetje, ore më fal, pse merreni me një shitës ambulante shkret, okay, kuptojmë që ka informalitet sepse kështu ka qenë Shqipëria ndër vite, po pse merreni me pikërisht me atë njeriu atë gruan e shkret? S'merreni me ata të mëdhenj që sjellin. Ai biznesit mod në fut. Pafund. Tonë e dini si funksionon. Duhet tani si fillimisht ka koka, jo nga këmbët. Nëse, kjo ishte dashur miq. Beasa, Ollin. Ti ullim të tëra. Ku mangeni ti? Shiko, është pozitive dhe I diku, do në thëmë, po është edhe negative. Do të thush ti pse. Ja ta them unë, me data 17 me 22. Po, pse? 17 me 22 do bëhet
jeta në Tiranë pa makina, sepse i dim këqijat që sjellin makinat, jo ndotja ajri, jo probleme, jo kështu. Sa më shumë koha do jetë mirë, bicikleta, ecje në këmbë, ndihmon, po rrisim çmimin e karburantit që mos ecë shumë makinë se shnoshesh etj. Po ka dhe të këqija që ka njerëz që punojnë më burr tash me makina, që shpërndajnë. Ka njerëz që janë mekanik makinash, taksi, etj, ke hall, ke problem. Tani edhe unë e kuptoj që ai do të promovoj bicikletën, dhe është. Lutem, mund të shpjegosh një çfarë? Është aktiviteti i erit vogël, më. Eri vogël je veti, përveç. Po pse çfarë? Eri është i madh, është kryetar bashkie. Kur të bëhesh dhe ti kryetar bashkie me PS-n e SDK, larg qoftë. Larg qoftë. Nëse kjo është nismë shumë e mirë dhe në fakt do doja ti qëndroja po deklaratës që ka dhënë. Në këtë javë sensibilizimi thot, ku çdo ditë do të organizojmë aktivitete të ndryshme deri në 22 shtator me një qendër pa makina, Qytetarët kuptojnë se për distancat vogla deri në 1 kilometër pra nuk ka arsye pse duhet përdorin makinën dhe të shkaktojnë dotjen e qytetit. Si pse? Nuk thash pse, por nuk kanë pse të kërkojnë. O zotri, e kam blet 30.000 makinë tash. Për çfarë bleva 30.000 unë që të lëviz në kom? Po jo, edhe bukën, edhe unë se fus do të shtëpi, se do shkoj nga dhoma në kuzhinë me makinë. S'ka mundësi. Me 2 të prej me timoni, alla, bab. Po pre benzi, pret. Po pret mirë. Pret shumë benzi. 180 gradë. Ta prej gomën kështu. Nëse unë them mati që është gjë e mirë. Tani do ta vendosësh është gjë e mirë apo është gjë e keqe? E mirë dhe e keqe. Çdo të mirë ka një të keqe, çdo të keqe ka një të mirë. Po pse ç'a mendon? Mendon që është e mirë. Mendon që është e mirë. Kush është e keqe kësaj të mirë pra, se ngele duke dhënë deklarata kështu. Thash pra, ka njerëz që kanë nevojë. Që duan të dalin. Po. Po pjesa tjetër e cila nuk do të dali, le të sensibilizohet dhe mos dali, ajo që nuk e ka shumë të nevojshme. Sa i përket pjesës që 1 kilometër është distancë. Nëse 1 kilometër bën gjithë tani se. Fakt kur e mendon, Tirana është qytet që mund të dalësh mirë e bukur në këmbë dhe nuk është se do ngelesh keq. Po, mund të marrësh një autobus në një moment caktuar. Tu ke drejt, pika më e largët mund të jetë 30 minuta po e zek që të ecësh. Nga Komuna e Parisit Zog zi 30 minuta, nga Zogu i zi deri në Bryl 30 minuta të tjera. Pra për 1 orë ti mund të bësh gjithë tunazën këmbë. Po është logjika që tash unë kam ble për çka, ku ta çojmë? Për çfarë bleva? E bleva për rrugë gjata apo? U çantu po rrugë gjata shqiptar, ç'a boti u bur. Okej, Robbie Williams, Feel, super këngë, ku e kujtohem. Kjo është një tjetër nismë e Bashkisë Europës, e cila qelpsirave. Qelpsia e vetë. E qelpsiave të UEFA-s. Ngele duke sharë burr. Po si më burr? Ore ç'a të mirë ke pa nga UEFA ti më? S'kam parë të keqe. Se kjo është e mirë që s'ke parë. Ç'a të mirë kam parë nga vetja unë që duhet të shoh nga UEFA. Pastaj pse duhet UEFA të bëjë të mira për mua? Duhet. A nuk duhet të punoj vetëm për veten? Jo. Si të vish ti për shembull në shtëpinë time të lyesh muret, pse duhet ta bësh? Sepse duhet të çajun se bën. Se do m'paguash. Po pra ti çfarë paguan UEFA? Se dhe një gjë matë kur e mendoj. Japim Allah. Biles vetëm marrim nga UEFA. Po ka interes UEFA nga ne. Biles UEFA nga jep dhe ne i keq menaxhojmë sepse ka në krye njerëz si Shreku. Kjo është gjë si gomari Shrekut. Kjo është gjë tjetër, po. Okej. Ka interesa nga ne, nëse. Pse ishte Platinia nuk na dha 3 pikë direkte, ta bënte edhe një dhuratë kështu me. Okej. Ta jemi ne fundja. Nëse në Europë mund të kemi sërish thot 3 veprimtari kontinentale për klube, që do të thotë ka një ide që të bashkangjitet Champions League dhe Europa Liga, një kompeticion tjetër europian. Champions dhe Europa League. Po. Për ju që se dini Champions është elitarja, ndjek Europa League. Pas kësaj pretendohet se duhet të ketë edhe një kompeticion tjetër. Kanë qenë 54 federata të cilat kanë diskutuar pra për sa i përket kësaj nisme. Nuk e dim ende se ku kanë përfunduar dhe a janë dakord, por sigurisht që do të përfshi edhe ekipe tjera. Kjo përsa i përket Shqipërisë është absolutisht. Mos di diçka se unë nuk e di kush klubet do luajnë. Do luajnë klubet që reditën. Akoma më poshtë. Akoma më poshtë. Do luaj Inter. Do luaj Milan. Do kesh një ditë javë vonë darkë. Do luaj Tirana. Tirana. Nëse mendon tani se ekipet shqiptare për shkakun do të përfundojnë të luajnë me ekipe më dobta, po kur shkon atje të bie Milani. Po mirë, prap. Do jetë të bie Liverpooli. Akoma më mirë. Lutem edhe një lajm të mirë që dush me lecu këtë. Po hajmë lexojmë. Federata e futbollit Kosovës muin mars pritet që bëhet antare, më e re. Por ai Fadil Vokri pse nuk lyhet jeshil një? Kush? Fadil Vokri. Pse nuk lyhet jeshil? Çfarë kem atë? Ka qenë sinqerisht. Ai çka ka me neve të gjithë që del atje. Nuk ka mundësi. Është çuni gjajës Shrekut. Ka marrë nga flisi plagu të gjithë. Atë po ta lyesh jeshil.
Për zotin, vendosësh dhe dukën krah, asa të bëj një duet. Bo. A? Kërkesa e Kosovës për të antarësuar këtë institucion të rëndësishëm, ka rrit delegohet në progresin e rregull të UEFA-s që do të mbahet në datë 23 mars të vitit të ardhshëm në Budapest, raporton Komiteti Ekzekutiv i UEFA-s në mbledhjen e mbajtur në Malë ka diskutuar për çështjet e Kosovës dhe ka vendosur që kërkesat e Federatës Futbollit të Kosovës për antarësimin ta dërgojë në agjendën e Kongresit. Bravo Kosova. Lojmë i tillë e ka konfirmuar UEFA nëpërmjet një kujtese për media, pas përfundimit të mbledhjes së KE të UEFA-s. Po, mëzuri. Shef falimnderit. Po, a do ka përgjën këngë rap tani? Nuk se të gjoj të dialekti kosovar. Unë jam Ziki. Tani UEFA do nësot Kosova UEFA? Po. Mendoj që mund të na ikin futbollistë nëse do vinë një ditë që Kosova do të pranohet në FIFA, UEFA. Unë ketë një përfaqësuese tashmë ato ta kam thënë më parë, por nuk mund të ketë një kontare Kosova. Jam dakord me. Ketë ca lojtarë të cilët e di si do të jetë Kosova. Do të jetë siç është Shqipëria alternativa e dytë e kontareve të tjera. Pra nuk ka dot Zvicrën vjen në Shqipëri. Nuk ka dot Shqipërinë do vesh Kosovë. Jam dakord me ty. Do doja shumë të ishte. Kështu Justin Timberlake më qaj një lanë. Vodafone.al për të informuar për të gjitha ofertat. 4G+. U e bën dhe ai, po, fal, nuk e bëj, ta bëj si në një koleg tjetër. Bë. Si ku ta bëj? Ky është më i mirë. Duhet Shkopi. Duhet Shkopi. I Shenzef djemra pika Shenzef. Kush mor? Shenzef, Blendi. Pse? Nuk e di, kisha se bërë të shkull të flokët, Jo, sinqerisht, kishte ankesa për temat e emisionit, edhe kishte ankesa për temat e emisionit Blendi Fevziu. Po, jo, kishte dalë gazetarë të tjerë. Bravo, e këtë do thosha atë do thoj edhe ti. Që kishin thënë Blendit pse bëk tema, pse s'bëk këtë temë, pse s'bëk këtë temë, dhe kishte dalë Blendi dhe kishte thënë s'kam frikë asnjë, s'ma ngren njëri zërin mua, unë bëj atë temë që dua. Nuk kam frikë asnjë. Po ishte çështje. Po gjas me mendonin tjerë që Blendi s'bën tema tjera, se kishte frikë nga temat. Po nga Europë ndryshme. Nga Europë ndryshme. Po nuk më është dukur ndonjëherë ti? Jo, sinqerisht ai ka bërë çdo lloj tema atje. Po, kam parë që për kriminal flas edhe kur situata politike po themi ka qenë e acaruar, ai prapë ka bërë. Nëse kush do t'i bëj ato tema, ndali t'i bëj vetë. Nuk jam këtu për të përfaqësuar Blend Fevziu. Bravo. Por Blendi është më i miri dhe ky turp që janë. Nuk kemi këtu se jo, me vërtet le të tregojmë pak sinqert. Është më kap, okay. Ka ca njerëz që thonë është i politizuar djathtas, ka ca që thonë nuk është i politizuar djathtas. Por e vërtetave është që për sa i përket temave gjithmonë janë interesante, gjithmonë paneli është, po themi cilësor, është shumë real, ka fenomenet që ndodhin kohë, është e turpshme dëgjosh gazetar, nëse ka tillë që të komentojnë mbi temat e Blend Fevziut, është absolutisht më i miri për mendimin tim, modest. Komentet tuaja. Komentet për temën ngacmimi më i shumtuar që ju kanë bërë në rrugë, Stella Justin thotë duke fishkëllyer dhe duke më tërhequr flokët nga mrapa. Kur ktheja kokën ata u fshin. Falë. I gjunin me gur. Siria. Silvia Ramos thotë o pjeshka sa e mirë që je, o seksi Rudi je super të puf. Ta bëj kështu si, ore më falë, mua kishte. Jo, tha ngacmimin që kishin bo, nuk tha ty pjeshka. Kush ishte kjo? Silvia Ramos, ka dhe i foto të Sergio Ramosit, po. Ka me Real Madridin, jo. Tu dhe munden bek, o Rush i bë, gjo për atë numrin dhe esni me makinë me nga dalë para këmbëve duke fishkolluar dhe të ftonin për të tërquar në shtëpi. Njerëz acarues thot të prapambetur Turp TV Mateo e thot i gjithë dashurit falenderoj. Granta Buçka ta lexoj? Po. Mundem. Absolutisht mos më pyet më, e ke drejtë, që këtë e tutje, dakord? Mi mbrëma Mateo dhe Rudi. Mbrëma. Ngacmimi më acarues me fjalë idiotes se nga i gjen t'ia plasësh ballit të vjen. Është një fytyrë. Ju puth, jeni shumë të mirë, thot kalofshi fundjavë të bukur. Gjithashtu Granta. Gjeni. Barsi inshallah. Gjeni. Hurt full Kumargjiu, o pjeshke je për ne Gjiro Leonard Beqaraj. Thot kjo pyetje është vetëm për gocat që kanë qenë vetëm rrugë apo edhe për çunat që kanë qenë me një gocë. Po, ti jesh a mos ti jesh, kuptoj. Nes, nuk ka problem. Mehmeti Rediola s'ma lejon edukata ta them, thot pik. Pale qa kanë thënë, rrë. Po, kuptoj. Gjesja, i momenti kur të ngacmojnë me makina, Lili Hoxha thot ha para dy dish më thanë do të të fusim në burg që ove ujnë që e blen me lek dhe
dhe mbite gjitha pa kupon tatimor. Po jo të zjesh me komshiun, jo të ngacmojnë kështu. Po mi ka ngacmuar, ka marrë për ngacmim. Këtoj. Egzon Avdiaj. Egzon, ë? Po. Ai momenti thot kur të flasin gocat e shëmtuara dhe bëjnë si gangsta në mes të rrugës për të rënë në sy. Gocat e shëmtuara. E ngacmojnë gocat e shëmtuara. Po ti fenomen që kanë vënë është që gocat e shëmtuara nuk para shohin. Pse? Janë të kompleksuar. Nuk e them për veten se unë nuk fitë çunat bukurësh, po në eksperiencën jetësore time kur e shohin që është objektivi i parë, nuk të hedh asnjë kokër syri asnjë moment caktuar. Bën sikur nuk sheh fare. Angji Ela, Ela, kur të shohin duke fishkolluar të acarojnë nervat e jenit papam, thot. Faleminderit. Servial, që kemi me të ngacmim me idiot, është kur pleqt ngacmojnë vajzat, thot Jona. Ku ka ndodhur kjo? Si ku ndodh? Ku ngacmojnë pleqt? Pleqt janë Çuni unik Otiar. Po. Qa bo çuna sa për temën kom qef të ngacmoj vajza në rrugë dhe pse vajzat nuk në ngacmojnë në çunave. Ka ngejt në forma ankese. Pse se ngacmoni? Ela Adela thot kur të ngacmoj me makinë të acarojnë, thot të uta, thot shkemi çuna jeni njisha sa për temën ngacmim më acarues është kur thonë o pjeshka, nervat në kulin për zotin. Sofia Mege thot ngacmimi më idiot është kur disa të flasin me fjalë si kur të njofin. A kuptoj, thënë, qa bona më? Se të njef. Mundohet të krijoj një lloj atmosfere të pyej akullin atë moment. Po. Domethënë, okay. Fton kërcim, ke bërë. Megjithëse të gjitha femrat domethënë ankohen në çdo lloj forme të ngacmimit. Cila është forma ideale për të ngacmuar një femër? Okej. Jo, tash shqetëso mos i ngacmosh, po i ngacmosh shqetësohen. Domethënë, e para ka një problem të vogël, që shqiptarët meshkuj nuk është se din të ngacmojnë shumë mirë. Në çfarë se vërtetë duhet ta pranojmë që janë më pjeshk, më pot kapshë. Po, të kitën... është dhe farë duke ngrë farë. Ka dhe kërësa e mire. është qaj rajtik me... Nese, matë mos samë se... Sa të mire ke plakën? Nga të mund plakën se shtu e të dysh, a kupto? Ose janë dy gote, unë duhet të qnoshtëm. Unë e kam pas me të shkurtër. Qa nga smime, unë duhet të qnoshtëm. Nese, nga kjo anë, po themi ngacmimit meshkujve është pak sa arrogante, por nga ana tjetër edhe femrat nuk bëri. Mirë, tani këtë dyer që flirton me një mashkull, jeni në një lokal e shef të shef, jep shenja buzëqesh. Buzëqeshe? Të buzëqesh dhe ai. Mini funit këtu do me thonë, ko më çu për pjetë, se më ngacmo. Ai qesh deri në pikën që duke dhe mi qenit, se më mbrapa si ka. Si ka kjo. Dhomi cigares. Po, atje mbanoj puro që ta mbuloj. E për te i kësaj të vjen ai çohet në një moment qofte edhe çuni i cili ka një botë shumë të zgjeruar dhe shumë romantik, vjen përshëndetje. Përshëndetje, si kalove mirë, prezantohet agron, shumë si ka. Dhe ti në atë moment si femër ke humbur të gjithë botën, por shkon ve pres njeri duhet iki, jo më fal, do largohem, jo do vi vllai tani kështu me radhë. Çillau. A nuk është qëllimi të dalurit një formë mirë edhe për t'u njohur me njerëz të rinj fundja fundit po. Ke drejt. Në klap kërce vje kështu afër babat ku klap nuk bëhet se jemi çunë xhajës, jemi vllajin me babin, te cepi, keni aty bodyguard, atje nuk ngacmon dot njeri. Jo. Më i sigurt ti je në klap si femër, sesa mund të jesh ku diun në rajon e policisë. Nëse Big Bari Benzo. Përshëndes makinën tim. Do t'i këtë lonë Arsenalit, këto si puna ime. Dhe Arsenalit flasim jo? I gëviz një Arsenalit, që pun keni me loton. Si ka lërë me të më Arsenalit, më them tani, nejse, qënë si ka. E ndodhi, ja, për t'a shpjeguar për qaj, thot Mateo, në fakt ka ndodhur, që pas mërkurës, që shumë njerëz kanë lënë lek, i ka lënë Arsenali, i ka lënë Barcelona, e kështu me radhë, të keni ikur me bishtin në shal dhe hundën të ullur, e kështu me radhë, por disa kanë vendosur që të marrin hak. Po, e kanë kapur personalisht me pikën e basit dhe kanë shkuar vonë në darkë, ishte muzë pra dhe nuk shifte askush, ishte shumë errësirë. Vonë në darkë rreth orës 5:30-6 masdite, në ejnëten. E dini tani që në Durrës njerëzit janë gjyrë hapur, janë tip bjondër, lëkur qumshti dhe nuk duken, mirë. Duhet këtë qenë shumë errësirë në Durrës. Fut e grin këtira, fut e grin këtira. Hajde, ti maj unë të ngri, hajde fut e grin. Qyqa sa i mirë këtë qepeni, që ka material i mirë. A e morim dhe qepenin, prit morim televizor atje. Ore do morë qepenin që e kom fiksimere. Ore nuk e le qepenin. Imaginoj njërin që këndon, ja te kile me me.
Qepini. I thot njoni, mos e merë Qepini se kuptojnë se kena vjedhë. Dhe ta dirë kush e ka. Mos e merë Qepini. Në mes të Qepini. drekës sa, policia duhet të kesh qenë errësire madhe, nuk po bëni dot nuk po gjeni dot orarin kur është vjedh, sepse shumë errësi nuk duken si fytyra tha. Kom shit me nonën se Por e po lere bëtë dasën, televizorin. se kishin ardhur me qipa. Lere televizorin të merë kanaqet. Qite televizorin, ku ta qoj? Kemi 10 televizor. Kam shishe bire. Shef plazma gjona, i shef ato ka nudh koshën e plenave të i shtyp me kom. Shtyp me kom? Kapi policia 20 metra më tutje. Ku shtyp? Meri ashtu si që janë si i shtypi më vonë. I shtypin aty me kom, po dhe, se përtej shakave. Që përtej shakave, më është dhe përtej. Kishim vjedh një loto në Durrës, një pikë bastash. I kishim hyrë. Nuk vjedhin një evë një televizor. Nuk bet fjatë fare. Që du Maksimum mund të futet vjedhi tavlën cigares metalike. Mund të barë një, ku t'ju në qak mak me dritë, në një këshu që shkën që këpë e që? Rëqërë stilo lapsash aty. Letra gjona. Nejse, po të mungon të EVC-ja dhe me thënë, në bajt do t'ishë një evë, kështë e sigur. Por duhet kënë qenë. Tu, i sekund, tu vjedh, tu e kap njoni bargu, futet në banjo, s'ka letra këtu, priti thotaj. Tu nëzirë letrën e lotës. Rëqaj këto letra të buta, më sil një gazetë, Sa të mira. më sil një nga ato të mirat, një ato të panoramës. Sa ka 3 plusin Barcelona, prita shumë. Zduke. Dje nërë si ndeshje, nejse. Just a dream, Nelly. U vodh. Duhen denoncuar këto raste, absolutisht jam dakord. Ajo viktima studentja e cila ka vuajtur para gjykimet e pedagogëve, para gjykimet e shokëve, ajo nuk kopjonte, ajo thjesht përdorte ndihmat. Në çdo vend ku shko ke ndihmën e publikut, ke ndihmën e një telefonuesi, ke ndihmën edhe të pedagogut. Pedagogu s'don, që është drejtuesi i emisionit, publiku pyet vërdall do marrësh vesh një gjë. Ishte provim apo ishte te tjetrit? Si? Po pra provimin e... Bet fjalë, ja, ta shpjegojmë pak se Mateo ka qef kështu të futet në rol. Ja aktor. M'fal. Ka ndodhur, siç na thon burimet tona të ndodhura në vendngjarje, ka ndodhur pra që një pedagog i cili dinte që kishte një studente në shkollë që kopionte. E dinte këtë gjë. Asaj kishte dalë nami. Aty mund të ketë një që skopion. Aty është një që skopion. Në fakt, po kësaj goce, ndryshe nga gjithë tjerë, duke qenë se ka kopjuar. Vazhdimisht kishte dalë nami që kopion është e tmeshme në kopim. Ndodh që kjo bën provimin, shkruan për 10, por profesori ve 6. Sepse profesori e dinte sepse kishte dalë nami që kjo kopionte. Kjo i thotë, "M'fali, thotë. Pse më vendose 6 sepse unë e di që ti kopion dhe mua kështu më do qefi fundjat." Si do qefi? Tash ka qefi, unë kam fshuar për 10 tim dhe 6. Unë kështu du, ti kështu du, hajde ta sqarojmë pak sa jashtë. On dyrësir. O i nxagi ndyrë, dalim për ta sqaruar jashtë, ky e kap nga dora. Goci thaj. Goca një të arrestuar, një të nervozuar, dhe profesori pedagogu është arrestuar, është në proces... Në urdhër arresti. Është në urdhër arresti. Po, është proces penal pra. Dhe po ndiqet nga policia është dali më. Në një qeli me këtë është. Nuk përmend emra, çon si ka. Po ai nuk është se kishte thonë Gjoma Rotizmi, kishte thonë tash ti do gjashtë në regjistër apo gjashtë shtëpia ime. Kjo nuk se. Se bëjmë shaka. E para punës herë. Kjo kishte bërë për 10 dhe ai vën 6 se ka kopju. Po ta di që kishte kopju pse si vuni 4. Sepse se kapi. Po çon si ka. Nëse ti e di dhe i bindur që kjo të ka kopju, merre dhe pyete. Qa ke shkruajtur? Ai ishte një meritokrat. Pa qa meritokrat, ja ka fut kot. Shko, përveç paftësisë të ti për ta kapur, që normalisht duhet ta kapte dhe ti vend te 4, nëse do donte të tregoj shumë korrekt. Kjo është korrektësia. Ta kapësh, ti vendosësh 4 dhe tregohesh me i drejt kundrejt gjithë tjerëve. Tani se kapi dot. U mundua të ishte i drejt për sa i përket vendosjes notës. Si ta shko, ti nuk e meriton sepse realisht ti nuk se ke mësuar për të marrë 10, po ta ve 6 me qenë se e di që ti ke kopjuar. Pa nuk është merit fundja Mateo që ti të kopjosh dhe mos i të kapin. Po pra kjo është merita, të kishe marrë 10 atëherë. Ajo du t'ishte 10 me yll. Ti ke kopjuar në një? Unë? Jo, këtë fjallë. Asnjëherë, ka mendu plagu për Jo, unë s'futem provim, po që ti di e pyetjet para praktikisht. Absolutisht. Pëv Didi, Kristina Aguilera, Thelme.
Përshëndesim gjithë me Vodafone, sepse na shoqëron kudo, super oferta, aplikacione, shërbime, dini, spotet vërdall, shihoni dhe artistikisht se janë të bukura, çfarë t'ju themi më, power to you, to us, to me, etj, super Vodafone. Eksakt. Po, e pjatë anketimin e fundit të buxhetit, budalliq. Shumë interesant mesatarja. Budalliq. Është si të kesh në një dhomë, po themi 3 8-10 vjeçar, Po? dhe 3 2 vjeçar, të bësh mesatare në moshës atje, dali 40 vjeç, thua që po, në atë dhomë janë pak a shumë moshat mesme. Edhe mund të punojnë. Janë absolutisht, janë njerëz të shëndetshëm, fuqi potenciale asete njerëzore. për të punuar. E kështu ndodh përgjithsisht pra t'i bëj analizat dhe Instat. Në fakt, anketa e buxhetit familjeve për vitin 2014 nxjerr në pa pikërisht disnivelet e konsumit në realitetin ekonomik shqiptar. Vetëm 10% e familjeve konsumojnë 149.510 lek, pra rreth 1.5 milion lek të vjetra. Në vit. Në muaj morëm atë, por në vit çat i bie të paguash vetëm drita ujë. Po pra, në muaj. Po çaj e Pikachu, por tani të jetosh me Pikachu. Ha ushqim, po them, do paguash Shumë. Familjet e pasura pra ma. Po pra. Kurse pjesa tjetër 10%, po them. Po pra 10%. Që bie rreth 1.100 euro në muaj. Po pra, shumë, 1.100 euro shumë është. Po ç'më nxju jetën. Familjet e pasura, moro mat. Po pra. E kuptoj. E kupton do? Edhe të pasurit prap më shumë se ç'mendoja unë, po them. Të duket 1.100 euro si familje shumë të pasurit. Në Shqipëri po. Që po. harxhon 200 euro makina naftë vetëm në muaj. Dhe është 4.000 naftë. Fal. Nuk e bën. Nes. Vetëm unë harxhoj. Po. Vit me rrok kështu. Nëse. Ndërkohë që pjesa tjetër 90% që pra harxhon 430 euro në muaj ose 600.000 lekë në muaj. Familjet 90% e familjeve të cilat hyjnë te kategoria e familjeve mesatare ose mesatare ulët janë përbëra nga 3.6 persona. Po dhe atë dorën më burse. Fjale vërtet gjithsesi, ë? Qeshtu thy kamerën. Bëra Oberti, hajde do rëshkas njëri atje poshtë. Aq sa nxore mund të vadisësh lule për 3 ditë. Jo, të shtiva unë u shty Arlisi me kamerën. Po ç'është? Atje edhe atë kaktusi 3 vjet çdo muaj. Nëse. Po. Për te kësaj ndërhyrje dhe parantezë nga Mateo, fjalë vërtet. Po. Duhet thënë që 600.000 lekë në fali harxojnë në muaj 3.6 persona në realitetin shqiptar. Shumë prapë, shumë. Po shumë është më burreti se rrogat të 3 personave në realitetin shqiptar nuk është se i bëjnë më shumë se 600.000 lekë. Po pra fiks shumë është. Se çai duhet më? Ndro? Çai duhet? Çai duhet? Çai duhet për të jetuar më? 600.000 lekë familje? Po pra çai duhet? Mami, babi, çuni? Për të jetuar më? 3.6, edhe 0.6 është gjyshja. Po mirë, me pensione, ka 150.000 lekë pensione. Bashkë me gjyshen. Me shtesa 151.000 lekë. Ore, të flasim, do me thënë, mesatari e ullët, po? Me 600.000 lekë. Kupton? E ti ankohesh jo s'më del, jo s'më bën, jo du roba, jo du tjetra, jo ka vajt kilje e bananes. Qiko, familja... Çdo bësh me ato banane, gjithë në banane, po urrite o burbërë ty me nuk zgjathesh më. Duhet funksionoj si një qeveri. Familja duhet funksionoj si qeveri, po? Ministri Financave... është mami. Po, që bën pazaret, mos blit djath nga i shtrinjti farë 5.500 lekë, blit nga i 5.000 lekë. A kupton? Ja iku i 500 lekë. Ore, ti fletë çmimet 93 të ka djath edhe 13.000 lekë, burë. Ku jeton dhe, burë? Hiqet të 500 lekë. Ore, mos ish më filmat vjetër shqiptarë, burë. Në nëse, akoma është buka 100 lekë. Po pëse sa, iko në njerë. E shko, gjova. Ore, ka djath dhe nga 2.000 lekë. Po në shef në imami do më kuptoj shumë mirë tani. Se duke qenë se nuk i kam prindrit, i kam do me thënë jetojnë, por nuk i kam edhe jenë me jetë. Po? Duke qenë se kam shkuar, më thoshte mamaja që por nuk del. Po del. Po i ko që ti thoshe, po nuk të del mërë të keqen mami. Del. Po del, mërë se ja, qiraja, ka që shumë del. Tak. Pastaj rastisi që duhet të shkoja të bëja shopping. Bëj shopping për të mbush frigoriferin. Bëj shopping për të mbush frigoriferin, të çova frigorifer, vlla, mora frigoriferin. Mori termus të vogël. Aty i man ato gjonat aty. Them ti fusë televizori. Biles domethënë. E kam plazma. Sa lek bona i djavi. Ta kput ajo atë copën. Ka filluar e marr kështu. Pape merr atë copën e fut në qesë. Jatin e bardhë e marr me feta si ata të tostit.
Jo. Edhe dashur miq, 50.000 lekë harxhon dhe tani po i kuptoj mamit e shkreta 50.000 lekë dhe kur shkon me qeset plot, nxjerr vetëm ca gjëra të vogla. Kam filluar marr spinaq që të mbushen qeset, kupton marr një gjë që ka volum, kupton. Furç dëmbësh, gjëra kështu që harxhohen antidjersat, shtrenjta, budalliqe, në një gjë e vogël kështu, jo absolutisht. Sa budaku. I mbush me gjëra kështu që zën volum të merr fare çmimet, e thon me 600.000 lekë gjithë familja, thon ata dalin analistë e pa parë thot 600.000 lekë, po mesatari uli për shoqërisë, ja del me 600.000 lekë, çfarë del? Ja del ti nga mend e kokës. Ndërsir. Blackout. Octapodo makaronada tani për qef. Po ti kap vete re. Re, 3.000 lekë bën një pako makarona e mirë. 6.000 lekë oktapodi, çdo hani? Do hani oktapod me makarona me bukë. Lepurusat e gjyshit do hani. Lepurusat e gjyshit. Blackout, Sajmina me Elgit Dodën. Se, dakor do më thonë, nuk i paragjykojmë këto britanikët, po nuk e di sa herë ka lajme me budallej, bët fjalë për Britani. Nuk e kuptoj pse do më thonë, ka nej problem ato si populla, ka nej... Nuk e di qa kanë do më thonë. Qa thua? Sa herë flasim lajme për budallej, kemi me britanikët. A nuk e në kin? Po pra, i ndi kin Britani këto tre janë. S'kemi folë njerë për Papa Guinea. Origina e... Çuditët ishte, në fakt, të kishin lajme që nga vi nga Letonia. Nise, qive, i thonë disa banor kanë komshi ca student. Edhe i thonë banorës... Disa komshi? Po pra. Kanë banor ca student? Jo. Disa student kanë komshi ca banor? Disa njerëz, disa banor kanë komshi, disa student. Janë komshi me njëri tjetrin. Studentët kanë banorët komshi? Komshi, bravo. I thonë banorët studentëve, ju shohim nudo në banjo, thotë. Banorët i thonë studentë? Po, ju shohim nudo, thotë, në banjo, ju duket banjo. Edhe i kanë dhënë dhe një letër, ne menduam, thotë, të përmendim diçka që është bërë shumë e qartë për ne. Xhami i veshur i banjës suaj përballë shtëpisë nuk ju jep shumë intimitet, thotë. Sidomos në mbrëmje kur drita është e ndezur. I shkruajnë fqinjët, banorët, studentëve. Po. Po mi tash, ç'keti që shefët? Pervers. Duket mos shif valla. Ç'pun ke ti që do la tjetri valla? Pse më fal, domethënë po dola unë u zbërtheva para syve tu, ti do jesh pervers sepse më pe. Po jo para syve tuj. Ishin të dritarja. Ai del aty të pi cigare. Pikërisht u lanë ato. Absolutisht jo. Absolutisht. Shiko, po doli çdo natë çiftit lahet, nuk është se nuk do të rastis, kupton? Ai del, je ti. Po. Ke darling Diana, e cila sapo ka bërë një çaj. Nuk keni dalë në balkon. Ato pleshtë angleze, ke parasysh? Mbas edhe nuk është dhe plak, po çrëndsi ka. Leqishim. I ke hedh një kuadrat sheqeri, po e trazën ato, vjen dhe goca e goca madhe në fakt. Po. Shumë ndërkohë që shef përballë tani. Jo, shef përballë themi. Po. Ato dorën të Xheku, të Titaniku. Shket. Jo, janë 4 dur aty. Çfarë do bësh tani? Janë 4 dur. Problemi është kur janë 6, kupton? I që kanë çift kështu. Maro çajin. Maro, po bëje rolin, vazhdoje ti me Michael. Michael, çfarë janë ato tuaj? Thot goca. Më duket se luajnë baseball. Jo, është ajo loja, e ke parasysh ajo që është me shenjë? Përse luajnë të xhame? U kam mbaruar letra. Kam mbaruar letra. Kështu që, kujdes, gjithë ju që student, studente... Pse, ti mendon se është pjesë realitetit vetëm anglisë, sa ke këtu në Shqipëri? Shiko. Nëse do të rish... Palatët janë dhe më thënë 2 metra largë, normal që është shef tjetër. Nëse do të rish, sidomos e kompleksimi i cili është në formë katrori, por edhe çfarëdo që të bësh do të kesh ose majtas, ose djathtë, ose përballë. Imagjinoj tani që janë kur pi cigare lart. Janë 8 kate, ka shumë dritare. Tani dikush e harron pak grilën, dikush harron pak perdhen, dikush harron diçka. Absolutisht dikush nuk rri silenciatore, për shembull. Eksakt. Nuk bëhet fjalë që nëse kërkon të gjesh diçka, do ta gjesh. S'bëhet fjalë. Një po çfarë do të them? Tani unë jam njeri që mirë kuptoj dhe nuk i shqetësoj. Fundja unë bëj qefin tim ata të tyre. Nuk është se janë pervers, po gjërat mira janë.
Jo, thjesht ky ka vënë kamera kështu me cilësi gjithë komshit e Rudit, i ka gjitha dokumentume. Qofse Eksakt. Nesër te çaka, kalojmë et Shiran Platz. Gjoni komshit. Ja pra miq të nderuar, ku ishim këtu edhe për sot në emisionin tonë 19:21, ishim me Vodafone shoqëruar nga fillimi deri në fund. Shko rruti se bërsi 32 vjeçëm. Do iki tash. Po kishim bllokuar berberit dyqonin, s'kishe kas fiskale. Te merrte xhel kështu nga jashtë. Ai nuk do kenë problem berberët. Pse? U prononcua ministri. Than nuk kemi gjomë. Me berberët jo, asgjë personale tha. Ju fundja truni leshta, çfarë do bëni? Tani ishim me Vodafone këtu nga fillimi deri në fund, ishim me pafund lajme, shpresoj të kemi qenë interesant, do të na ndiqni prapë radhës tjetër, vim këmbë. Shkon diel jemi pushim. Të premteve mundohemi të bëjmë më të mirën që të na shihni tonën, mos ta harroni dy ditë. Ne jemi grop, kupton? Faleminderit që ndruat. Do të vijë i madhi Lul Basha, mos harroni, unë Mateo dhe Vodafone jemi gjithmonë këtu nga Ana. Hey Luli! Tu do na keni nesër, javën e ardhshme. Më shpejt se më i shpejti me 4G+. Vodafone, power to you.